Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së qullit me kos dhe miell mistri. Një recetë tradicionale e kuzhinës shqiptare. Nuk e di se në cilën zonë gatuhet më shumë kjo recetë, por di t'ju them që është një recetë fantastike, të cilën ne prej kohësh e përgatisim në familjen time. Në fakt, unë këtë recetë jam mësuar që ta gatuaj edhe me miell gruri, por edhe me miell mistri, dhe më pëlqen që të dyja versionet, prandaj sot vendosa të ndaj me ju recetën e përgatitjes së qullit me kos, mish pule dhe miell mistri. Është një ndër ato receta që pa frikë mund të themi mund të lëpini gishtat në fund, pasi si të gjitha gatimet tradicionale shqiptare nuk kërkojnë shumë përbërës, por në fund fare mund të shijoni një gjell ose një tavë me shije fantastike. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Unë kam përdorur 2 kofsha të mëdha pule, por sigurisht jeni të lirë të përdorni çfarëdo lloj pjese të mishit të pulës që preferoni më shumë. Në fillim, për ta bërë këtë recetë edhe më të shijshme, do t'i japim një skuqje të lehtë mishit të pulës dhe më pas mishin e pulës do ta vendosim që të zjejë. Unë preferoj që përpara se ta vendos mishin e pulës që të marrë val, në fillim i jap një skuqje të lehtë dhe gjatë kohës që mishi gatuhet, unë i shtoj dhe disa erza. Erëzat që unë preferoj në këtë rast janë thjesht rigon, piper i zi dhe piper i kuq. Kush ka dëshirë mund të shtoj erza të tjera sipas dëshirës. Më pas mishin e pulës e gatuajmë për pak minuta derisa të shikoni që mishi ka marrë një ngjyrë të lehtë të skuqjes nga të dyja anët. Pra në këtë rast nuk është se do ta skuqim mishin shumë, por thjesht sa të ndryshoj pak ngjyrë, dhe më pas kur shikoni që mishi i pulës ka marrë një skuqje të lehtë, do të shtojmë tek mishi edhe ujë dhe më pas mishin e pulës e lëm që të zjejë. Mishin e pulës e zjem paraprakisht, duke qenë se gjatë kohës që tava gatuhet në furrë, gatuhet për pak minuta dhe në këtë mënyrë mishi i pulës na duhet që të jetë i gatuar më parë. Në një tas unë kam shtuar 3 ose 4 thelpinj hudhre të prerë, mund të përdorni hudhra sipas dëshirës. Hudhrat i presim dhe më pas tek hudhrat do të shtojmë edhe lëng limoni. Lëng limoni do të shtoni sipas shijeve tuaja. Do të shtojmë tek tasi edhe një të verë thveze dhe tani tek tasi do të shtojmë edhe 3 filxhan kafeje, por në këtë rast filxhani kafes që unë kam përdorur është filxhani mesëm kafeje, që merr 125 ml. Dhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe miellin e mistrit. Tani unë qullin në fund nuk është se e dua shumë të trash dhe prandaj kam shtuar vetëm 2 lugë gjelle me miell mistri. Nëse preferoni që qulli në fund të dalë shumë i trash dhe që të mpikset komplet, atëherë mund t'i shtoni më shumë miell, varet nga dëshira juaj. Dhe tani të gjithë përbërësit i trazoj mirë me një tel kuzhine në mënyrë që e gjithë masa të bëhet e njëtrajtshme dhe që të mos ngelen kokrizat e miellit te kosi. Pasi mendoni që mielli është tretur mirë, tani në tas do të shtojmë edhe pak nga lëngu i mishit të pulës. E trazojmë të gjithë masën derisa bëhet një masë homogjene. Dhe më pas të gjithë lëngun e hedhim në tepsi ku do të përgatisim edhe tavën. Në tepsi gjithashtu do të shtojmë sërish pak nga lëngu i mishit të pulës në mënyrë që tava të ketë lëng mjaftueshëm për të pjekur në furrë. Edhe më pas sipër do të vendosim edhe mishin e pulës. Dhe përpara se ta fusim tavën në furrë, unë sipër e preferoj shumë që t'i hedh edhe gjalp të skuqur me piper të kuq ose edhe thjesht gjalp të skuqur.
dhe më pas tavën e fusim në furrë në 200°C për të paktën 20 ose 25 minuta. Kjo varet shumë edhe nga furra që ju keni në shtëpi, por gjithashtu varet edhe nga ju se sa të trashë doni qulli në fund. Duke qenë se unë nuk e dua shumë të trash, pra në fund fare preferoj shumë që qulli të ketë një trashësi mesatare, pra të mos jetë as shumë i hollë dhe as shumë fare i trash. Unë pasi kanë kaluar 20 minuta e largoj tavën nga furra. Sipër mishi i pulës është pjekur në mënyrë perfekte dhe trashësia e qullit është ajo që unë dua, pasi mos harroni që gjatë kohës që qulli do të pushoj, pra që do të ftohet pak, qulli do të trashet edhe më tepër pasi ka miell misri brenda. Dhe pasi tavën e keni hequr nga furra, mund ta shërbeni ashtu të ngrohtë për familjen tuaj, duke shoqëruar me pilav ose edhe thjesht kështu siç është, pasi me të vërtetë shijon shumë. Le t'ju them që nëna tona dikur ka gatuar me pak përbërës, por ka gatuar në mënyrë fantastike receta shumë të shijshme. Dikur nuk ishte shumë përbërës ashtu siç ka dhe sot, por gjithmonë në shtëpitë tona tavat e ndryshme që gatueshin kishin një shije fantastike. Dhe kjo është një ndër tavat tipike që gatuhen në familjen tonë, kryesisht nga gjyshja, dhe me të vërtetë është një tavë që unë ua sugjeroj që ta provoni, pasi do t'ju pëlqej shumë dhe të ta gatuani gjithmonë për familjen tuaj. Ngjan pak me tavën e kosit, por nuk është njësoj si tava e kosit. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni që ta shpërndani atë me miq dhe familjarët tuaj, si dhe t'i bëni like, gjithashtu dhe të lini komentin tuaj poshtë videos. Mos harroni që për çdo recetë të re të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të merrni të gjitha njoftimet sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.